E ëmbël, o kjo fjalë, sa të dush. E ëmbël me thanë, për dhe ëmbël kuptim, dhe subhanallah, po nuk kem kohë shumë me manipulu andej e këndej, me folë për disa sekretet të gjuhës arabe, që gjuhë arabe është dhuratë të Zotit për njerëzimin, dhe pikë. është dhuratë të Zotit për njerëzimin. Gjuhë arabe, edhe fjalë që është shpreh dhe që është kanë ardhur tregojnë për domethënien që i mshefet për mas. A ka tëmbël, a ka teth, a ka trand, a ka të lehtë, çfarë domethënie? Për shembull, tebareke. Rënja sa është për bereke, për bereqetit. Që e be kuptu diçka të hajrit, të mirë. Diçka që ka vlerat më madhe, që përhap vlerat më madhe, që sjell bereqet madhe, që në të është hajri. Allahu po thot tebareke alladhi nazzala al-furqan. I lartësuar është ai i cili e zbriti Furqanin në klapa Kur'anin. Ala abdihi, robët të ti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, li yekun lil alamin nadhira, e zbriti këtë Kur'an robët të ti për të qenë për njerëzimin nadhira, paralajmërues, qortues. O atëherë vrejtja njerëzve. O ju njerëz, kjo është Kur'an. Kjo në të ka qka s'keni, as qka s'ke pa. Në te ka lajme të kaluarve dhe lajme informata për të ardhmen. Në te ka përgëzime për ata që e besojnë dhe punojnë mirë, ama në te ka edhe ndëshkime për ata që e kundërshtojnë. O atëherë vrejtjen njerëzve. Tebareke alladhi, tebareke, i lartësuar, i lavdruar, është ai, është Allahu. Tham fjala tebareke, rënën e saj në aspektin gjithësore ka pej bereke, pej bereqetit. Ne thejmë bereqet, bereqetit shtë ka rënjën. Vetëm arab thënë vend qësë kë, bereke, bereqet, bereke. Prej kuptimeve të fjales bereke, është ai që ka hajrë shumë, të mirat shumëta, hajrë shumë. Ja, ka hajrë ma shumë sa prej Allahot, a ka të mira ma shumë sa që ka të mira prej Allahot. Ati kofshin palë. Gjithashtu prej kuptimit bereke, të bareke, është Allahu është i madhruar, është i madh, është i fort, është i panevojshëm për askënd. Gjithashtu, prej kuptimit bereket se fjale, është sa ajo është i panevojshëm për askënd, respektivisht nuk ka ngjashmëri në askënd. Pra sillet në tri kuptime. Kuptimin e hajrit dhe bereqetit të madh. Kuptimin e fuqisë të madhe, panevojshmërisë për të tjerë, dhe kuptimin e mësangjësimit, nuk e asgjëson, nuk e përgjigjet kërkuina. E ai i cili është i tillë, prej tina ka hajër të madh, e prej hajrit të madh të Allahut është se azbriti juve Kur'anin, respektivisht Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sepse ka dhe hajre tjera, Allah se ka veç këtë hajrë. Hajret e Zotit nuk përfundojnë. Të mirat Allahut ndaj njerëzimit nuk kanë fund, por kjo është një prej të mirave të tij, ama prej të mirave të mëdha. Një prej të mirave të mëdha, begative të mëdha të Zotit ndaj Rabbën e përgjithësi njerëzimit, është zbritja e këtij Kur'anit o robët e tij, ala abdihi, o robët e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam.